Ish mbrojtësi i Shqipërisë thirret për herë të parë nga Kombëtarja e Zvicrës. Kombëtarja e Zvicrës publikoi listën e futbollistëve për 2 ndeshjet e tetorit ndaj Suedisë dhe Slovenisë, dhe në këtë listë ka një surprizë të madhe. Adrian Bajrami, ish mbrojtësi i Shqipërisë, mori për herë të parë ftesë nga Kombëtarja A e Zvicrës. Ai u largua nga Shqipëria dhe tani ka mundësinë të debutojë me helvetikët. 23 vjeçari ka zhvilluar 3 ndeshje miqësore me Shqipërinë A, derisa nga viti 2022 nuk është aktivizuar në asnjë ndeshje zyrtare. Bajrami ka bërë paraqitje fantastike me Lucernin këtë sezon dhe kjo i hapi rrugën për të rikthyer në arenën ndërkombëtare, por me një kombëtare tjetër. Zvicra do të luajë ndaj Suedisë më 10 tetor dhe 3 ditë më vonë kundër Slovenisë. Kapiteni Granit Xhaka dhe Andi Zeqiri janë gjithashtu pjesë e listës. Një kapitull i ri për Bajramin që synon sukses me Zvicrën. Çfarë mendoni për këtë vendim? Na tregoni në hapësirën për komente.